Ka nisur puna në qytetin e Vlorës për rehabilitimin dhe asfaltimin në total të aksit nacional Vlorë Radhim Orikum. Firma e cila ka fituar tenderin për realizimin e këtij projekti ka nisur nga puna në zonën e ujit të ftohtë pranë tunelit. Për projektin i cili konsiston në rikthimin në normalitet të plotë të segmentit rrugor, një ndër më të frekuentuarit në qytetin e Vlorës. Kjo firmë, e cila sigurisht është ndryshe nga firmat që po realizojnë tashmë projektin e Lungomare 3, të ndara në disa lote, ka nisur nga puna fillimisht me mbushje në beton të barierave anësore të rrugës. Barierat anësore janë të domosdoshme pasi aty do të vendosen kunetat kulluese anës rrugës për të përballuar çdo situatë përgjatë ditëve me reshje shiu. Tek tuneli në ujë të ftohtë, kjo firmë, siç po ndiqni nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, po punon për betonizimin e pjesëve anësore rrugore, të cilat do të përdoren dhe si kufizime për segmenti rrugor, ndërsa në disa pjesë do të ngrihen me beton dhe disa bordura të cilat janë afër bizneseve private të qytetit. Sipas informacioneve, kjo cilësohet si një fazë paraprake e këtij projekti, e cila do të vazhdojë më pas me rehabilitimin dhe asfaltimin në total të segmentit rrugor. Siç mësohet, segment rrugor ky, i cili do të nisë rehabilitimi pikërisht javën e ardhshme. Siç mësohet, faza paraprake e krijimit të kunetave dhe betonizimit të pjesës anësore të rrugës përfundon brenda kësaj jave dhe nis nga puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e aksit nacional. Asfaltim ky që do të bëhet me faza i ndarë në disa lote, duke filluar nga tuneli në ujin e ftohtë dhe deri në Radhim dhe Orikum. Vlen të theksohet edhe fakti që i gjithë projekti do të përfundojë brenda datës 10 maj, pasi segmenti rrugor është pjesë kryesore e itinerarit të aktivitetit sportiv Giro d'Italia dhe do të jetë gati ditën kur ky aktivitet do të zhvillohet më 11 maj. Ndër të tjera, deri në muajin maj, ai do të jetë i plotësuar me të gjitha elementet, duke nisur nga vizimet, sinjalistika vertikale, barierët mbrojtëse, kunetat e të tjerë. Vlen të theksohet se ky është një projekt i qeverisë shqiptare financuar nga Fondi i Zhvillimit.